Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi këtë të martë hapjen e tenderit për një nga projektet më të diskutuara infrastrukturore, i njohur si bypassi i Tiranës. Procedurat në sistemin e Agjencisë të Prokurimit Publik përfshin dy lote të këtij projekti, konkretisht ndërtimin rruga Kashar-Nyja Vajçar faza 1 me fond limit 3.3 miliard lekë apo 33 milion euro dhe ndërtimi rruga Kashar-Nyja Vajçar faza 2 me fond e limitit 2.7 miliard euro apo 27 milion lekë. Rruga parashikohet të jetë 21 kilometra e gjatë, ndërkohë që shpejtësia parashikuar për kalimin e mjeteve do të jetë në një limit 120 km/orë, por në disa seksione me limite 80 km/orë apo 90 km/orë. Rruga ka sy akses kryesore, Kashar-Vajçar dhe Vajçar-Mullet. Pika e nisjes së autostradës së Unazës së Tiranës në zonën e Kasharit nis rreth 500 metra në jug të autostradës ekzistuese Tiranë-Durrës. Kjo pikë përkon me daljen e nyjës së re Thuman-Kashar, e cila në projektin e miratuar të detajuar 2017 paraqet një kënd kryqëzimi të ndryshëm me autostradën ekzistuese Tiranë-Durrës, i cili nuk ishte parashikuar në projektin paraprak të Unazës së Tiranës në vitin 2014. Një ndryshim i tillë ka kërkuar rinjizimin e Unazës së Tiranës, duke e zhvendosur në drejtim perëndimor nga kilometra 0+00 deri në kilometra 2+00, siç paraqitet në figurë. Seksioni i parë kalon me argjiturën të lartë përgjatë fushës së rrafsh të luginës së Limuthit, e përbërë nga formacione gjeologjike me cilësi të dobët. Kjo kërkon forcimin e bazamentit rrugor përmes përdorimit të materialeve mbushëse të përshtatshme. Seksioni i dytë ndjek të njëjtën trazë si ai i projektit paraprak dhe është shumë i ngjashëm me seksionin e parë në aspektin e topografisë, kushtet gjeologjike dhe elementëve të ndërtuar. Për shkak të pjerrësisë më të madhe të terrenit në këtë seksion aplikohet pjerrësia maksimale vertikale prej 5%, e zhvilluar për një gjatësi prej rreth 100 metrash. Seksioni i tretë i Unazës së Tiranës përfaqëson ndoshta një nga pjesët më të vështira përgjatë gjithë transesës së saj. Seksioni rrugor i vendosur pranë rezervuarit të Kusit dhe kodrinave përreth është veçanërisht i vështirë dhe kërkon një ridizenjim të kujdesshëm për të arritur një ekuilibër të mirë mes parametrave gjeometrik të projektimit rrugor, stabilitetit të shpatit, punimeve të tokës dhe kostove të ndërtimit. Seksioni 5 kalon përmes luginës së lumit Erzen, i cili kaloi 2 herë në 4 vende të ndryshme. Terreni është kryesisht i rrafsh me përjashtim të zonës midis kilometrave 12.800 dhe 13, ku ndodhen dy zgavra të thella në formë V. Zhvillimet më të mëdha vëren kryesisht përgjatë 2 kilometrave të parë të seksionit të 6. Në projektin e detajuar përfshihen disa nëntkalime dhe disa rrugë të vogla lokale hyrëse, të cilat sigurojnë aksesin e nevojshëm për banorët lokal, biznese, objekte shoqërore të tjerë. Të vetme zona parkimi përgjatë gjithë gjatësisë së Unazës së Tiranës të pozicionuara përballë njëra tjetrës ndodhen në kilometrin 13.900. Seksioni 7 vazhdon në të djathtën e rrjedhës së lumit Erzen. Ajo kalon pranë brigjeve të lumit, ku janë parashikuar masa mbrojtëse ndaj lumit në 5 zona të ndryshme, me një gjatësi totale prej rreth 2.2 kilometra të paraqitura në vit të ndërprerë. Pjesa e fundit e transës së seksionit të 7 kryqëzohet me rrugën rajonale ekzistuese Far Karban dhe me rrugën e vjetër kombëtare Sh3 Tiranë-Elbasan. Projekti detajuar i Unazës së Tiranës përfshin ndërtimin e nëntkalimeve dhe mbikalimeve të nevojshëm në këto pika ndërprerje. Segmentet e prekura të rrugëve ekzistuese janë rikthyer dhe rikonfiguruar nga zonat përreth.